Jemi sot në eksplorimin ton të fundit që na çon në skajet më veriore të Shqipërisë, për t'ja nisur me kryeqytetin moral të saj, Shkodrën. Ky qytet 2500 vjeçar njihet si kryeqendra e kulturës shqiptare. Duke ndjerë në këmbët e saj për plasjen e dallgëve të liçenit të Shkodrës, dhe diku në gjoks gurgullimën e lumenjve bun, drinë e kirë, me një dorë mbështetur në bedenat e kështjellës legjendare të Rozafës, dhe tjetrën në Alpet shqiptare, Shkodra të ofron bukuri të virgjëra natyrore që rralli has në një vend të globit. Shkodra është një prej qyteteve më të vjetra të Ballkanit, e themeluar në shekullin e 4 para erës sonë, si kryeqendër e fisit i lirë të Labeatëve. Gjatë historisë së saj, ka njohur pushtime të shumta, si ato romake, serbe, veneciane, osmane, dhe më pas u kthye në qendrën e principatës feudale shqiptare të Balshajve në shekullin e 14. Arkitektura dhe pamja e këtij qytetit veçantë, ku çdo lagje shpalos fizionominë e vet, ku mbretëron gjelbërimi, rregulli dhe pastërtia. Ku shtëpitë rrethohen me mure të larta e një derë të madhe në mes, ku oborret plot lule të shumëllojshme frymëzojnë banorët e tij t'i këndojnë aq bukur jetës. Qendra e Shkodrës me ndërtesa dyqaqe, ku më parë ka qenë pazari i vjetër i qytetit, përshkohet nga rruga pedonale. Ky qytet kishte pazarin më të madh në Ballkan, me rreth 300 dyqane që sot bën pjesë në zonën muzeale të tij. Ai ruan vlera të rëndësishme të veprimtarisë ndërtimore të shekujve 19 dhe 20, dëshmi e zhvillimit ekonomik të asaj periudhe. Shkodra shquhet për jetën e pasur artistike me fillimet e teatrit në Shqipëri, që datojnë në fundin e shekullit të 18, me muzikën e kultivuar qytetare dhe humorin goditës. Ky qytet ka sharmin e një muze bujare, në prehrin e së cilës vazhdojnë e përkunden sot e kësaj dite muzikant, piktor, fotograf, poet, shkrimtar, historian e studiues. Trashëgimia e pasur historike, kulturore dhe natyrore e bën qytetin një tërheqje turistike gjithëvjetore. Shkodra dhe rrethinat zbulohen më lehtë duke braktisur makinat dhe udhëtuar me mjetin simbol, biçikletën. Për këtë Shkodër do të shkruaj nga larg edhe migjeni ynë i mallëngjyer. Shkodra, dashnorja e qiellit të kaltër, liçenit andrimtar, në të cilin mëngjeset e kullueta lan hijen e vet. Atraksioni kryesor turistik i qytetit është Kalaja e Rozafës, e cila ngrihet mbi një kodër shkëmbore në perëndim të qytetit, rrethuar nga ujërat e 3 lumenjve, Drinit, Bunës dhe Kirit. Miti i Rozafës e bën Kalan edhe më të famshme se vetë historia reale e saj. Flijimi, mëmësia e qumshti janë ende sot e kësaj dite pjesë e legjendës që shoqërojnë banorët e qytetit dhe vizitorët. Historia ka treguar disa variante të legjendës së fillimit të ndërtimit kalas së famshme, por ajo e 3 vëllezërve dhe Rozafës, nuses së njërit prej tyre, është më e njohura dhe më intriguesja.
Në shekullin e 5 dhe të 4 para erëson, filloi ndërtimi i kalas me gur ciklopik të puthitur pallaç në hyrje të qytetit në një lartësi 130 metra. Në atë periudhë, treva banoi nga fisi i lirë i Labeatëve. Qyteti merr një zhvillim ekonomik, gjë që dëshmohet nga prerja e monedhës në qytet që në vitin 230 para erëson. Nga monedha mësojmë emrin që ka pasur qyteti në atë kohë, Skodrinon. Në vitin 181 para erëson, bëhet kryeqyteti i mbretërisë së Ilirisë me sundimtar Gentin dhe kishte një shtrirje të madhe në pjesën veriore. Në shekullin e 2 para erëson, në kalan e qytetit, zhvillohen luftrat me Romën dhe në vitin 168 pushtohet nga Roma dhe bëhet një nga qendrat e njësive administrative të perandorisë romake. Më 1396 kalon në sundimin e Republikës së Venetikut, e cila rikonstrukton kalan dhe qytetin e quan Skutari. Formën e sotme, kalaja e ka marrë gjatë periudhës së sundimit familjes feudale të Balshajve të shekullit të 14. Sot, shumica e mbetjeve të kalas i përkasin periudhës veneciane. Sidoqoftë, shihen gjurmë edhe të periudhës së Osmanëve, shekulli i 16 dhe i 17, dhe bushatlinjve, shekulli i 18 dhe i 19. Kalaja në histori shfaqet shumë herë për qëndresën që ju bëri pushtimeve të huaja, sidomos në kohën e Skënderbeut, i cili e bëri të pathyeshme në 2 rrethime nga ushtria osmane e kryesuar nga sultani. Brenda kështjellës ka disa ambiente që lidhen me një kull rrethore, një depo, si dhe një godin trekatëshe të kohës veneciane. Rozafa, mbas një rezistence të fuqishme, ra në sundimin osman në vitin 1479. Fundi i shekullit të 19 e zbehu rolin e kalas në mbrojtjen e qytetit dhe të zonave përreth. Popullsia rreth saj filloi të zhvendosej aty ku shtrihet qyteti sot. Në ditët e sotme, kalaja është pjesë e guidave turistike, si edhe veprimtarive të shumta të organizuara nga banorët e zonës. Po largohemi nga kalaja e Shkodrës për t'ju drejtuar një monumenti tjetër kulture, Xhamia e Plumbit. Ajo ndodhet mbas kalas së Rozafës, në anën jugore të saj. Xhamia e Plumbit është ndër veprat e shumta të ndërtuara në Shkodër nga trashëgimtarët e njëpasnjëshëm e sundimtar të mëdhenj, siç ishin Bushatlinjt, e cila njeh si vit të ndërtimit të saj vitin 1773. Shtresa të trasha plumbi mbulonin kupolin e saj, duke i dhënë shkëlqim për kohën e shkuar dhe emrin që trashëgon sot e kësaj dite. Sot xhamia është rikthyer në objekt kulti të fesë islame, duke mbetur një pikë referimi për turistët. Lumibuna buron nga liçeni i Shkodrës fare pranë qytetit, ndërmjet kodrës së kalas Rozafa dhe malit të Taraboshit. Disa qindra metra larg vendburimit, Buna bashkohet me Drinin për të vazhduar rrugëtimin drejt detit. Buna në fillim drejtohet nga jugu, rreth Taraboshit.
Mëtej, ajo gjarpëron drejt perëndimit, e më pas merr përsëri drejtimin drejt jugut, derisa derdhet në detin Adriatik. Teksa kalon urën e re të Bunës, ura antike që qëndron aty prej më shumë se 1 shekulli, duket sikur të vështron me xhelozi, pasi ajo tashmë ka mbetur si një relike 120 vjeçare, e që shërben vetëm për kalimtarët dhe peshkatarët. Rruga rrës Taraboshet të çon në Shirok. Shiroka, dobësia e shkodranëve, nuk është e bukur vetëm në verë, por ajo shpalos bukuritë e saj në çdo stim të vitit. Megjithëse shtrihet në bregun e Lishenit përballë qytetit të Shkodrës, ajo mbetet si lagje për shkak të rëndësisë dhe lidhjeve me banorët e qytetit. Shiroka përgjatë viteve është kthyer në një pikë turistike mjaft tërheqëse gjithvjetore. Në këtë zonë janë në armoni shumë lloje bimësh, peshqish, shpendësh dhe kafshësh. Pjesa më e madhe e faunës përbëhet nga shpendët. Numërohen gjithsej 240 lloje shpendësh. Tipike dhe shumë të bukura këtu janë pulbardat, rosat e egra, shapkat, karabullakët, patat e egra e të tjerë. Për të apasionuarit e peshkimit, fauna ujore ofron rreth 65 lloje peshqish. Në qoftë se shkoni në Shkodër, nuk mund të lini pa vizituar këtë vend. Shiroka të ofron variacione. Mund të bëni plazh, të merreni me peshkim, të bëni shëtitje me bark dhe të ngjiteni në mal. Po largohemi nga kjo zonë me një ekosistem shumë të veçantë dhe atraktiv për t'ju drejtuar një nga plazheve më të bukur ranor të Shqipërisë. Velipoja. Plazhi i Velipojës, vetëm 34 kilometra nga qyteti i Shkodrës, është një nga plazhet më të frekuentuar nga pushuesit, jo vetëm nga Shkodra dhe zonat përreth, por nga e gjithë Shqipëria. Fshati Bregdetar, plazhi i madh dhe qendra turistike, shtrihen në jug perëndim të Shkodrës, në fushën e gjerë të Velipojës së lagur nga Adriatiku, pranë kufirit me malin e zi, me të cilin e ndan lumi Buna dhe grykderdhja e tij. Derdhja e Bunës në veri të vendit shenjon dhe fundin e vijës bregdetare shqiptare. Në grykderdhjen e lumit Buna ndodhen edhe ligatina e Velipojës, e cila përfshin 4 moçale të cekët. Pjesa më e madhe sipërfaqes së ujit është e mbuluar nga një shoqërim i kallamishtes dhe rogozës. Emri Velipoj vjen nga slavishtja e vjetër, Velikopolie, fushë e madhe. Vija e gjatë bregdetare me një rër masive dhe me veti kurative është një nga arsyet e frekuentimit të shumt në stinën e verës. I kufizuar nga laguna e Vilunit dhe grykderdhja e Bunës me një gjatësi prej 8 kilometrash, është një nga plazhet më të mëdhenj në vend. Zona ka rreth 8 kilometra vijë bregdetare dhe përfshin edhe ishullin Franz Josef, që vazhdimisht ndryshon formë. Rëndësinë turistike të këtij plazhi të Adriatikut ja shton edhe pozicioni i favorshëm gjeografik, vetëm pak kilometra larg zonave turistike mjaft të zhvilluara të Malit të Zi. Plazhi i Velipojës është një perle natyrës shqiptare, ku gërshetohen aq harmonishëm deti, lumi, plazhi,
pylli, laguna dhe mali. Rëra e pasur, e cila në dy cepat e plazhit është pak e shfrytëzuar, ka përqindje të konsiderueshme jodi, duke i dhënë këtij plazhi vlera kurative. 2 kilometra në lindje të plazhit të Velipojës, ndodhet edhe laguna e Vilunit. Fshati turistik i Velipojës është një qendër turistike mjaft e këndshme, me peizazh të larmishëm. Ky fshat mund të cilësohet edhe si vendi më ideal për bird watching e Adriatikut lindor, në dunat e Rërës dhe pellgjet e cekta të ujit. Duke u larguar nga plazhi i Velipojës, i cili paraqet një interes të madh për turizëm, i drejtohemi një monumenti kulture me vlera të mëdha. Ura e Mesit ndodhet 8 kilometra larg qytetit të Shkodrës, mbi lumin Kir. Është një monument kulture dhe simbol i qytetërimit të lashtë. E ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushati, ura shërbente për të lidhur Trishtin me Shkodrën. Duke qenë një monument me vlera të mëdha arkitekturore dhe teknike, kjo urë është një objekt që tërheq vizitorë të shumt. Me gjatësi 108 metra, gjerësi 3.40 metra, dhe me 13 harqe jo simetrik, për ndërtimin e saj janë përdorur gur të latuar, ndërsa traseja është bërë me pllaka guri. Vlerat e kësaj ure shtohen edhe nga terreni piktoresk pranë saj, me shkëmbinj dhe ujin e pastër. Udhëtimi Shkodër-Tamar-Vermosh. Udhëtimi ynë vazhdon për në skajet më veriore të vendit drejt Alpeve shqiptare. Ky udhëtim do të jetë tepër i veçantë dhe do të ketë si destinacion pjesën e turizmit malor me natyrën e saj mjaft tërheqëse dhe me mikpritjen si traditë e banorëve të zonës. Selca, Lepusha, Vermoshi janë kthyer në destinacione mjaft tërheqës dhe janë bërë pjesë e guidave turistike fal natyrës së mrekullueshme që kanë. Duke vazhduar rrugën midis një kurore majash të thepisura, të shfaqet balkoni i panoramit, i cili ofron një pamje mahnitse mbi leqet e Hotit. Pozicioni i këtij balkoni të jep mundësinë të shohësh një nga bukuritë e rralla të gjithë Alpeve. Sipas banorëve të zonës, ky është quajtur balkoni i Enver Hoxhës, pasi deri këtu ka zgjatur udhëtimi i tij për në Vermosh. Pasi ka soditur majat e thepisura dhe humnerat që nuk i shihet fundi, ai është kthyer për në Shkodër. Me ujin e tij të bollshëm, të rrëmbyeshëm, të pastër si kristali dhe të ftohtë si akulli, na shfaqet përpara lumi i Cemit. Nga malet zbresin një numër i madh kataraktesh dhe ujvarash. Lumi i Cemit, me gjatësi në territorin shqiptar rreth 30.8 kilometra,
derdhet në Adriatik. Ai ka një lartësi mesatare 1237 metra mbi nivelin e detit. Ai buron në pjesën perëndimore të bjeshkëve të Namuna në Shqipëri. Lumi Cem ka cemin e Selsës dhe cemin e Vuklit, që bashkohen tek ura e Tamarës. Duke kaluar në formacione të forta, lumi formon kanjone të cilat janë mjaft tërheqëse, interesante dhe bëjnë këtë mjedis atraktiv. Vende gjerësia e lumit ngushtohet mjaft, dukuri që lidhet me formacionet e forta ranore që i përshkon. It's hard to do this now. Kanionet e këtij lumi janë mjaft të thellë dhe të ngushtë, që ngjallen kureshtje për admirues të natyrës. Aty ku bashkohen dy degët e lumit Cem, shtrihet edhe fshati i vogël i Tamarës. Fshati ka marrëmi nga Tamara, gruaja e vezirit të Shkodrës në shekullin e 18. Klima është e butë dhe radhë herë bie dëbor. Përreth fshatit ka male të thepisura që japin atipamjen me një grope të thellë. Në Tamar mund të argëtoheni duke peshkuar troft, duke vajtur për gjueti kafshësht e egra, ose edhe duke pirë një gotë raki në shoqërinë e rrëfimeve interesante të banorëve. Të shoqëruar nga një peizazh malor mahnitës, përpara na shfaqet fshati Selc. Fshati Selc shtrihet në lartësinë 353 deri në 1100 metra mbi nivelin e detit. Ky fshat ndodhet 8 kilometra në veri të qendrës së komunës Kelmend. Selca është fshati i bukurive të fshehura. Përgjatë rrugës së makinës, ai duket si një fshat i varfër, por nuk është kështu. Ai fshe bukuri të shumta, jo vetëm natyrore. Në Selc gjendet kanjoni më i madh i Kelmendit, ujvara më e bukur, shumë shpella për t'u eksploruar, shtigje malor interesant, peizazhe shumë të bukur për t'u fotografuar. Këtu aventurieri, alpinisti dhe pushusi gjejnë gjithçka që kërkojnë. Fshati, edhe pse në prag pranvere, rruga paraqitet mjaft problematike, sidomos kur i afrohesh Vermoshit. Në skajet më veriore të Shqipërisë, në mbi 1000 metra lartësi, gjendet fshati Vermosh. Ky fshat është 31 kilometra larg fshatit Tamar, qendra e komunës Kelmend. Vermoshi është i pasur me bukuri natyrore dhe është një ndër fshatrat më të mëdhenj të Alpeve shqiptare.
Bukuritë e peizazhit shtohen nga luginat e thella alpine, që ndërpresin kurrizet e maleve, me gryka dhe kanjon të mrekullueshme. Malet që rrethojnë fshatin ngrihen në lartësitë 1500 deri në mbi 2000 metra dhe janë të pasura me burime ujore. Këto male të veshura me pyje të dendur, me pisha dhe drurë të tjerë, janë banesa e shumë shpendëve dhe kafshëve të egra. Mes larmisë të theksuar të natyrës, bukurisë mahnisë të peizazhit të qetë, mbushur me legjenda, histori e vetmi, do ta mbyllim dhe udhëtimin ton të fundit me këtë cikël dokumentarësh.